Gjykata e posaçme ka marrë në shërtim kërkesën e prokurisë së posaçme për konfiskimin e një sasie të konsiderueshme pasurish të dy të akuzuarve, Jusel Micit dhe Mendim Domit. Të dy po gjykojnë për mashtrim kompjuterik, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kryerje të veprave të tjera penale brenda organizatës së tyre. SPA kërkon që të sekuestrohen apartamente dhe njësi banimi në Tiranë, vila luksoze në gjirin e Lalzit, komplekse turistike, tokë në Mazërek, Kashar dhe Sauk, garazhe, automjete dhe mbi 2 milion euro të shpërndara në llogari bankare. Hetimet kanë treguar se këto pasuri nuk përputhen me të ardhurat e lishmet të akuzuarve, duke ngritur dyshime se janë fituar përmes aktiviteteve kriminale të organizuara. Prokuroria shpreh se konfiskimi nuk është vetëm për rikthimin e këtyre pasurive tek shteti, por edhe për dërguar një mesazh të qartë se asnjë aktivitet kriminal i organizuar që prek qytetarët dhe ekonominë nuk do të tolerohet. Pasuritë e sekuestruara janë tashmë në masën e sekuestros që nga marsi i vitit kaluar, ndërsa vendimi final i gjykatës mund të shënojë një hap të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe mashtrimeve masive financiare në vend.